Sa për çështje sigurie bir? Po ta shpjegoj pak. Mos bëhet një mikrofon. Fjalba. Okej. Ç'është? Po ta shpjegoj pak. Po pasim. Çdo natë. Vjen pak era çorap këtu. Era çorap? Po se di pse. Çfarë çdo Kur natë. ju ka ik dolçja vjen era çorap këtu. Çdo Sa ti natë. dolçja vjen era. Çdo natë kur shtrimi e vënë bëna një podcast që diskutojna do vit në shtëpi. Do të flasim shumë sa dola. Po se është ASMR. Okej. Sa çorap ja u ke marr banorëve që po të vjen era çorap ty durve. Vallai. Po të vi mu era, do të vi era brek të ditit, se ditit ja ka bërë brek. Përveç të shikuesve të që kena një të gjus që në konë që në të live. Ka brapa ti. Zakonisht është edhe Toni pa i mungan. është Zvicër për momentin. Kështë tema. Toni është do për rëllishëshim me Klodin. Dhe Londrimi është përsi. Okej. Nejse. Nisa. Shumë fani ke. Fare. Keshi pak më. Si kur qeshë, pak se shkriva, unë dhe për podcast që kam. Alba. Ordra. Çfarë teme do me hapë sonte? Çfarë të dëshironi ju? Unë jam all-in. Si të tukloja sot dhe tje. Mirë. Po më bëj pyetje më interesante, ka kaluar 0-0. Çfarë mendimi ke për lojën, si të do grupis, si të do ngrupimet? A ke seriozisht? Okej, ku janë brek të arditit pra? Kishtu janë Okej, një zbot. hina direkt e temat e tilla. Ku janë brek të arditit dhe pse më shefe? Brek të ditit do i shifni nesër në mënyrë surprizuese. Çfarë lidhje e kiti me brekët? Unë kam një lidhje shumë të ngushtë me brek të ditit. Edhe pse bash brek. Në momentin që i pash ngjyrat në momentin që pash ngjyrat e brekëve ditit, Faktor tash brek. Te brek të ditit të reni, se je bohor. në moment që pash ngjyrat e brekëve ditit, e pash e kombinohet me sutjenat e mia dhe i mora. Po s'ki pun profesion një të është brek vaqe. Po diti, unë prodhej edhe brek se di sa je në DNA. Njëra të. Dhe u frymëzova nga brek të ditit. Ishin perfekt për sutjenat e mia shumë gjysha. A ke pas fillimisht idin për brek, a ke optopin dhe ke këshyrë qapo gjonë? Që Që në shkoj start rreda. kam qenë synuar të brek të ditit, sepse duke parë që diti është shumë artist nga shpirti dhe nga çorapet e tij, shumë gjyshe. Dhe nga mënyra se si diti shfaq talentin e tij me bian, më mori mendja që diti mund të ketë një natyrë me imagjinat shumë të fuqishme. Dhe realisht u befasova. A je krenore Dhe për do i lojë që ke shihni edhe bo? ju nesër, kur të shihni brek të ditit. A je krenore për lojë që ke bo? Jam shumë ekstremisht ultra plus krenore. Sa po të mungon shkurta për një shidin 10? 100. Kjo arroshi ka Kjo një është shkurta. Shkurtë të duhet shumë. Për të ndryshe shkurta është në kapsullë. Nëse s'ka nevojshme, po. Bashkë me, për të ndryshe shkurta është në kapsullë bashkë me sasën. Ora, s'keni pyetje më interesante seriozisht. Edhe Jasminën. Edhe pasi që këtë pusit që edhe shkurta ta kishe refuzu. Se ti e ke qitë për shpisë. Po nejse. Kushtrim. Alba, Tani Vazhdo. bia është e radhës, e kam të krivati. Për Ka atë- zgjat pak më shumë se ç'duhet bia, po besoj do ja gjejmë çajren Për- javës tjetër, sepse për atë- javë ditë do ikë. ka bre. Për atë sa një luda. Çfarë mendon që ka biseduar mbrëm me Hygertën para gjumit? Ludo me Hygertën, duke qenë se Ludës po i vjen shumë inati egoja, që unë e tava atë që flet për ego në ora 12 natës. Ludo ka dash të shfrytëzoj Hygertën për të dëshmuar se është një mashkull për femër pas 12 natës. Dhe jam e sigurt që ka folë për familje, për dashni, për karrierë jetën. Se për atë arsye Hygerta sot ishte si flutur. Tani nuk e di a është nga biseda Okej. Tani nuk e di a është nga biseda, se jam shumë serioze. Apo nga përjetimi i mbrëmshëm. Mos ja fut.
Se I pash edhe gati për mbi kam nisën të jenë të përqafuar gjatë fjetjes së Se tyre në janë orët e realizu vona të vetë shumë, natës. e gjeloze ti? Unë? Ti Fare. bash ty. Kisha qenë unë gjeloze, di që do ndodhte këtu? Qa? Do fluturonte krevati në ajër. Do kishte fluturuar kështu. Jo shatis. Qa? Ky është një fakt që unë s'kam gjelozi për Ludën, por ka vërit diçka sot te Ludo jam. Ludo që kur ta me Gertën nga ata, erdi te unë dhe ishte kështu si I lodhur, e thash, "Më Ludo çfarë ke si çkoj?" U lodha u mërzita. Pse I thash? Si ka shku tha mirë me Gertën. Oh, okay. Edhe që në atë moment s'më është nda fare Ludoja nga përmbrapa. Përkundrazi, tani mua më Po është ofruar pak fletë edhe Toni, më ka shpreh disa si pëlqim për mua. Okej. Dhe Ludoja e ka vërit tani që Toni po bën shumë afrimitet me mu. Dhe Ludo një 10 herë sot më ka ndërprer biseda me Tonin. Me tendencë. Me tendencë. A me ndoni që ty të po shfrytëzojnë? Toni dhe Ludo? Po. Për me qëndru ma gjatë në lojë, dhe më pozicionu ma mirë në lojë. Ata tentojnë, por unë jam e sigur që në fund ka përndodhur diçka. Të dy do bien në dashuri me mollën e ndaluar Albën. Sepse unë kur të dal nga këtu, do vazhdoj jetën time përpara. Alba. Ata duke u munduar të më bëjnë mu gropën për lojë, do bien vetë në gropën e tyre dashuri dhe lulu. Çfarë ndodhi me fjalët që I the që parë? Cilat fjalë? Që do e shihni pas të premtës jo, se Unë? kush është Qëndroni. Alba Pollozhani. Unë I thash atyre shumë mirë që pas të premtes, pas Prime-it, do shoh në Prime çfarë gjërash të dalin. Edhe pas Prime-it, Labi, Ludo dhe Toni kanë për të parë se çfarë është debati me argumente kontra tyre. Në çdo debat që ata do jenë me ju, do jem unë aty pjesë, edhe bam. Tani, po më vim brapa, po mundohen që të më ushqejnë, të më marrin me të mira, të më justifikojnë, po Alba po dalë nuk është. Edhe ky është një informacion shumë I rëndësishëm. Tani është e dëshmuar nga Spitali Amerikan. Unë nuk ka du mi po Që që unë të nuk jam analiza. budallaqe. A ka mundësi mi po që të analiza? Po jo e pa të besë të braj. Ua, Na parë më na do e të kena kem po ndonjë. vesh një kofk, thot. Pra ne s'ka dim koka u puja për plasë. Se s'ka qa dhe me bosh ka qenë. Alba te fotografimi I kafkës nuk del truri fare? Unë Apo pashë bosh ishte diçka. A do thot kjo është arsyeja pse kam shpëtuar unë nga dhimbjet? Se normalisht kur ka dhem, kur s'ka qa dheme. ato nuk e dim, ato e din Spitali Amerikan. Gjithsesi do kishim pas shef me pas sponsor, përndryshe kena veç Bajesim edhe Win Selita. Deri në këtë piku kena mrina me emisionin ton. Dhe me një princ kafe në mëngjes, për ditë të lumtur. A ka që kishit pyetjet juaj? Jo. Ka dalë Kina 2-3 Pani, po ti dush më na bu ma bet. Këto se podcast është kështë kena na pyetje kështu Do tash. të më ndezni ju mua me pyetje. Ti mësu me intervista në këtu, po në vash bisedime. Qëre tash, pyetja e radhës është Alba. Jepi. Por mes Tonit edhe Ludës. Për kam ki pëlqen pak ma shumë. thoja një mix mes Tonit dhe mes Ludos. Të më thonë ki pëlqen edhe për Tonin. Do mund të pëlqen Kachurels dhe I të piluar. edhe pak I portokalt. Gjyrë për të ka vi. Kachurels Zezak. Okej. Mas pori mësë përdor shprejnë Po, zëzak se plot, na? është raciste. Pse? Është raciste. Jo, thuj me zezak ngjyrë. është Jo. me ngjyrë? O, Me falë ngjyrë, Silvia. po. Kachurels me gjyrë. Këtë mare, këtë lë, në të gjumi nuk Alba. më zë. Mirë që jeni ju se s'pa më zë në gjumi natën. Mbrëm, kur ishim shtrirë, ti ishe diku. Ishte Ludoja me Hygertën atje ke krevati. Dhe pyeta Ludën, thash, cila është pozita më e keqe në seks? Më e keqe. Po, Pse ka pozitë të keqe në seks? po, të gjoja pra. Me Dhe pak preferuar. kështu tha dhe Ludo. Tu me ndu dhe thash, Shef pas kemi mendjen juaj. I kallzova. I thash, pozita më e keqe, thash, është kur ti e poshtë e nalë s'është kërkosh.
Jo, më lejoni unë t'ju them kush është me keqja. Me keqja është kur e ke lugën. Me keqja është kur e ke ludon dhe të flet për ego. Okej. Në çfarë do lloj pozicioni. A është ludoja këtu, ka ardhur në gjumit duke të ardhur. Po lart është. Alba, mendon ti që në lojën e ludës me Hygertën ka dhe ndjenja, nëse po çfarë ndjenja është edhe prej kujna. Ka Unë cila tani, në bazë të matematikës, logjike, Hygerta ka 2 muaj këtu. Gati. Në çfarë të metën i bëjmë të gjithë. një muaj, Jo, si ka, 3 javë. 4 javë, 3 javë, 4 javë. Okej. Hygerta 2 muaj, Ludo 3 javë. Tani. Unë sot Hygertën e pash si flutur. Ludo ishte normal. Sipas matematikës, llogaritjet psikologjike, fizike, emocionale, kimike, niveli i epshit të Hygertës është më i lartë se i Ludos. Sepse Hygerta ka 2 muaj, Ludo ka vetëm 1 muaj. Ndoshta për atë arsye Hygerta ka ngel më e kënaqur nga fletja me Ludon dhe Ludo më stabil. Kështu që unë mendoj që Hygerta ka realisht tani pëlqim për Ludon. Mendon se ka pëlqim, se është në kufizim dhe mungesa e vitaminës e bën të vetën, të futet edhe në delulu pëlqimi. Por gjithsesi është ndjesi e bukur që më pëlqen Hygertën ta shoh pak më femrore, më të kënaqur, më të plotësuar. Do të thonë edhe pëlqimi jot ndaj ludës mund me kohë ndelulu për shkak të mungesës vitaminave. Kam unë pëlqim për Ludon, Aman. as për Toni. Aman me. Thjesht më pëlqen logjikisht një miks ndërmjet tyre. Aman me. Po tani feja muslimane nuk i lejon dot 2 burra, kështu që Alba jam prapë në kërkim të mashkullit të real. Këtu Alba, big. faleminderit shumë që ishim podcastit. Faleminderit shumë. Po kaq për ti kishit? Thank you for nothing. As always. Faleminderit edhe ju për mirëpritjen e ftoftë, as always. E më vërtet ka thjesht të bëne podcastin ju. Jo. Po pse më nuk është thjesht? Se do është to. Duket se shkoj në lagë nga sfida. Po sfida ishte shumë e lashme për sot. Kush ka shku njëra mas shumë ti? Labiroti milione si fëmijë. Hej, shkonim deri për jashtë për të pi cigare, dinim për jashtë, i kemi harru cigare dhe më gjumit. Okej, ktheu edhe një herë deri dhe më gjumit. Tani do shkonim për jashtë atë pilim cigare, piçkëm një në tualet. Shkonim në tualet, i harronim cigaret në tualet, dinim për jashtë, ku i kemi cigaret? Në tualet. Okej, ai shkojmë në tualet, i marrim cigaret. I marrim cigaret në tualet, dalim për jashtë, në krye të 2 orëve ne pim cigare. Ama në ka bosh. Me shtojnë rejtë, ja. Pse të kom shku nerva ka të shumë këtu 24 orë të fundit. Kungjat. Nuk kanë qenë kundja, kur diçka është direkt, edhe thuhet në sy nuk është kundsh, po është fakt. Ka tendencë gjithmonë të ta bëj 5-0. Fiksime ka se i ka djegat shumë prajmi. Që s'ka fort gjëra të duhura, dhe tani pret këtu në përshpër. Gjatë e duhur, a? E shkuar e harruar mos shoh. Dita kur ke fa. Unë mendoj që i kom folë gjërat e duhura, po nuk janë të zgjuar se ti ke folë më shumë se unë. Edhe me zomat nalë ke vërtit për respekt. Po nejse, e shkuar e harruar. Olta nga që po qenat shumë si personazh që ma kam bloku mikrofonin dhe ka dëgju vetëm ty. Shpresoj shumë. Po Olta s'punon produksion, ajo është opinioniste. Ka fuqi Olta, i thot Aladinit. Ndalja mikrofonin në Albis të dëgjëm Po asaj, ajo prezentues. Aladini Ata s'kan lidhe me mikrofonin. Ndalja në mikrofonin edhe Jonida. Okej. Ti që bën analiza njerëzve, që bëri me herikit sakta, herja huq komplet, cila është analiza jote rreth ludos. A ke nxjerrën e një përfundim I tonë? don't give a fuck, pik, ita. Gjithsesi, besoj që ti besoj se më banor tu e ki nga një analizë. Po mu po më intereson analiza jote rreth ludos.
Ludo është thjesht një mashkull që nga ka posha e pleqnisë, primadona, një miks i mërshëm, që vuan për vëmendje dhe sigurisht të fitoj edhe finalen. Dhe shef që pa mos i dilet. Mendon që Ludo do e fitoj Big Brotherin? Mendon që Ludo do e fitoj? Minimalisht në gjysmë finale se po bëj shaka, se realisht duket që është njëri me kapacitet, po mendoj që deri në gjysmë finale minimalisht ka për të arrit Ludo. Në rast se i futet, domethënë kështu. Ama që është primadona shumë. Doktoroj. Unë i flas, ai i hidhet si për të flasë me tjerët. O, primadona ndalu, respektoje pak femrën, kur flet femrën. Unë për veti mendoj që ai hiqet si alfa male, si një mashkull alfa, por në fakt Së mund të është... hiqet si i mashkull alfa, Po se në s'ka fakt- muskuj, po që në- janë bën të kështu. Pse ashtu hiqet si një mashkull alfa, por në brendi është një princeshë vërtet e do një femër të fortë që e sundon. E kam thënë, unë prices treatment. Prandaj më vjen brapa i mua? Ndoshta. Sot i si mund jenë peshkujt primadona, për sotin. Pastaj që ditëm pse femrat janë bë burra. E çka shet ngjajshme mes teje dhe Ludos? Po ja, ti kur e ke pyet cili është pozicioni më i keq, unë kam pyet ka pozicion më të keq, edhe ai ka thënë ka pozicion më të keq. Po me vërtet. E Alba, Edhe ai ka cili keq. mendon që është për pozicionin e tij preferuar, pasi janë të pozicionet. Gjitha. Gjithë. Me njeriu e duhur. Jo njeri që flit për ego. Jo, Me pozicioni i dëmëtitës. Ludos i preferuar, jo joti. Po pra imi. I Ludos thash, Që më intereson mu kush është Cili pozicioni mendon? preferuar i ati. cili mendon ti? Po me që e ka kap mosha me sigurit e misioner. Unë mendoj që pozicioni i tij preferuar është në pozicion Ego. ku mund me fol për ego. Më thonë në shtrat, me distancë mjaftueshme, ku mund me fol për ego. 5 metra largësi. Në rregull. Po vrejet që jemi lodhë shumë nga sfida sa. Po ma thoni në mënyrë diplomatike, natën e mirë hik dhe krevatës e Po të balonat. them direkt në ke lodhë sot me travesht. Lika. Mendojni më mirë pyetjet për nesër mbrëma për mua që t'ju Jo vjen harroje, podcast. u kry. Please, e kam qef këtë podcast. Ama bëni tamam. Jo, se na bjen shikueshmëria. Hajde. Shikueshmëria përkundrazi do ju rritet niveli i Edhe Arditi po shikueshmërisë. mendoj me na bë unsubscribe. Ose merrni Arditin nesër mbrëma si do të dihet kur ti shohë brek të veta pas një javë.